Mirëmbrëma nga 2-2, këtu në shtëpinë e TV1. Para se të filloj me temën dhe t'ju prezantoj me mysafiren, e cila është për herë të parë këtu në studio me mua, në studion e 2-2, fillimisht me lejoni që t'ju falenderoj të gjithë juve, të cilët na ndihni në transmetim apo edhe në kanalin ton zyrtar të YouTube-it. Pa humbur shumë kohë, do të kalojmë me njëherë tek tema dhe mysafirja. Gültene Dërguti, psikologe klinike. Mirë se keni ardhur dashur. Mirë se ju gjeta, shumë faleminderit Adna që jam mysafirja juja. Shumë nder për të kënaqësisë, kështu që faleminderit. Faleminderit. E dashur, sot do të flasim për fobit. Pra, kemi dëgjuar shumë çka rreth fobive, trajtime të ndryshme mbase, por është një vije holl aty të cilën nuk munden me dallu në është frikë apo fobi. Pra, jemi pak më konkret, më konqez, momentin që një frikë të kontrollon jetën, krijohet fobi. Në aspektin psikologjik, çka është fobia, në mënyrë që ta kenë edhe audienca më të qartë se sa kaq. Adna, faleminderit fillimisht që keni marrë hapin, domethënë që ta diskutoni një temë të tillë, sepse është mjaft e shpeshtë dhe e shprehur në shoqëri. Në fakt, fobia është një frikë, po është një frikë e paarsyeshme. Një frikë jo reale që individi mund ta ndjejë ndaj një situate, ndaj një objekti ose ndaj një veprimtarie që mund ta hasë domethënë në jetën e tij ose ndonjëherë tash ajo tipa e holl ndoshta që e ndon, ajo vija e holl që e ndon nga frika reale është kur ne ballafaqohemi me një rrezik real dhe që sikur për shembull ta zëm, ne kemi domethënë edhe frikë dhe fobi prej gjarprit, domethënë që dyja mund të jenë prezente sepse në fakt kesh fobi frikë prej gjarprit është edhe një lloj mençurie sepse e dim që gjarpri është helmues. Mirë po, a çdo herë domethënë ne duhet kemi frikë dhe të kalojmë nëpër livada ose në natyrë nga frika se mund të na dalë një gjarpër edhe mund të na sulmoj ose edhe nëse e shohim në televizion ta kemi të njëjtën frikë, ta perceptojmë të njëjtin rrezik, këtu është ajo vija holl ndarëse që na e bën me e kuptu frikën edhe fobinë. Domethënë, frika është kur ne rreziku është real për të na sulmuar neve. Kur me të vërtetë, domethënë, nëse gjarpni po vjen drejt nesh edhe po besojmë që ai po na sulmon neve, të kesh frikë, edhe unë them ti mbathesh me të katrat është mençuri. Dhe kjo frikë domethënë pikërisht neve na ndihmon që ta mbrojmë veten. Instinktive të mbrojtjes. Pikërisht, ose nëse qeni, jemi duke ecur në një rrugë, që tash qenë të ndacak është një temë tepër aktuale dhe nëse qenë të ndacak për në sulmin të kemi frikë, është mençuri dhe sepse kjo frikë neve na mobilizon që të kërkojmë ndihmë, domethënë edhe të mbrohemi nga kjo. Por nëse është mesi i qytetit, qend nuk ka qenë ndacak, domethënë po vetëm nga frika dhe mendimi që mund të ketë qend, ose vetëm nga të lehurat e qenit, nëse i dëgjojmë diku larg, apo qend të cilët shëtisin me një qytetar, domethënë që e kanë nga dora të lidhur, nëse ti ke frikë intenzive për të ecur në atë rrugë, atëherë që kjo e bën dallimin vjendarëse nga frika dhe fobia. Domethënë ti nuk po ecën në qytet për shkak të frikës që kjo është fobia. Domethënë kur ti rrezikun e percepton e imagjinon diçka që nuk ka me të vërtetë frikë reale. Kujtojmë këtu përmendet qendrat e cakt cilët janë aktual sot sa vite, por në të njëjtën kohë janë edhe gjajprinj të cilët kanë dalë në sipërfaqen e vendit tonë, pak më shumë në numër, madje kanë dalë edhe këshilla edhe sugjerime se si duhet vepru në rast që sheh një gjarpër apo në rast që kafshohesh nga një i tillë. Përtej këshillimeve institucionale që mund të bëhen për qytetarët thjesht, cilët jetojnë dhe veprojnë në Kosovë, të kthehemi tek fobit, mund të jetë ndoshta të themi kështu, një traumë e përjetuar dikur, këtu nisem nga vetja. Kam një traumë të përjetuar dikur nga gjajprinj. Dhe sot kur i shoh, qoftë edhe në më dalin në rrjetet sociale, më krijohet një lloj parahatie tek vetja, e lëre më me pa live që më lahtaris komplet. Kjo është një fobi mbase tek unë, por në fakt po ndërlidhem po prap me rastin tim. Krijohet për shkak të një eksperiencë të dikurshme, qoftë fëmijë, qoftë apo edhe si i rritur, në mënyrë që të kthehet pastaj në fobi. Fobit kanë shumë shkaktar. Ne, domethënë, në mesin e tyre sigurisht janë shkaktarët nga një përvojë traumatike. Domethënë, çdo fobi mund të ketë traumë primare, themi, nëse ne kemi përjetuar një përvojë traumatike, dhe nga kjo traumë ne domethënë do të
zhvillojnë fobi mas kësaj kohë, do më thonë sikur që jo po e përmendni për vete. Mirë po ekziston edhe një traumë sekondare. Nëse dikush tjetër e ka përjetuar traumë dhe ju jeni ofër atij personi dhe ai vazhdimisht flet, ose vetëm emisionet që jipen nëpër media, kur flitet për atë frikë, ose në YouTube apo diku tjetër, ose vetëm nga të lexuarit e një informacioni, individi mund të krijojë fobi nga kjo. Janë edhe faktorët gjenetik, për shembull predispozues, themi ne, nëse në familje ka pas dikush çrregullim të ankthit ose çrregullim fobik, është një predispozit, domethënë është një thes i ankthit që bartë, domethënë edhe individi mund të krijojë fobi. Pa diskutim, domethënë që edhe vetë përvojat negative mandej jetësore, që te individi ose është një karakter tepër i ndihshëm, është tepër anksios, që mund t'i marrë gjonat që themi në popull shumë nga zemrës, që mandej atë në situata stresuese mund gjërat t'i krijojë, domethënë ka një frikë e natyrshme t'i shndrojë në fobi. Psikologjia njeh mbi 500 lloje të fobive dhe janë aq shumë në numër sa për secilën ka një specifik të veçantë dhe një emër të veçantë. Mund të themi, normalisht ka disa fobi për cilat në Kosovë dyshoj në janë prezente ose jo tek popullata jonë, fatmirësisht mund të them. Duke u lidhur po prapë me vendin tonë, cila është ndoshta një fobi më e zakonshmja që është prezente tek ne si shoqëri? Në fakt, fobi ka shumë edhe unë them ndonjëherë nga përvoja profesionale që çdo gjë që ekziston, në fakt mund të ekzistojë edhe fobia për të. Sikur them edhe nga kjo lule e bardhë, nëse ti e përjeton një eksperiencë traumatike, mund ta krijosh edhe fobin për këtë lule ose për ngjyrën e saj. Nga fobit më të shpeshta në Kosovë ato që kemi hasë është agorafobia, që në fakt edhe në nivel global është shumë e përhapur. Fobia sociale, ranin e dytë, më thonë, edhe fobit specifike, që në fakt janë tri grupet standarde që janë të njohura. Te fobit specifike kur flasim, më shumë më të njohura tek fëmijët në fakt, e shohim që është fobia shkollore e zhvilluar. Edhe nga përvoja klinike që ne kemi pas. Mandej, domethënë, vjen fobia nga gjaku, fobia prej mjekut, prej mantilit bardh, fobia nga spitalet, fobi interesante ka, domethënë, fobi nga hipertensioni, ndoshta vetë aparatin e tensionit nëse e sheh ose veç nëse i thot mjeku që do ta masim tensionin, do të përjetoj domethënë një rritje të tensionit, domethënë hipertension. Ka mjaft fobi të ndryshme, domethënë edhe të çuditshme ndonjëherë sa shumë janë të përhapura, por nga më të përhapurat është agorafobia dhe fobia sociale. Tek agorafobia ka shumë po them paragjykime ose gjykime nga këndvështrimi komod i secilit, që ndoshta janë pak më demel edhe ma përtojnë. Pra, me dalë prej shtëpisë, interaktiviteti me njerëz, specifikisht çka është mënyrë që të jemi më korrekt. Fillimisht, domethënë, agorafobia është një frikë intensive që individi e përjeton që të largohet nga ambienti shtëpiak dhe të gjendet në hapësira publike ku mendon që largimi nga ato situata mund të jetë i vështirë për me kërku ndihmë. Për shembull, në ambient shtëpiak ai ndihet i sigurt. Në momentin kur shkon larg prej shtëpisë, mund të krijojë pasiguri. Në ambiente tepër të hapura, për shembull, në një fushë, në shkretirë, në deti, mund të jetë ambient i pasigurt për të. Lartësia mund të jetë një vend i pasigurt për të. Ambientet ku ka turma të njerëzve, qoftë restorani, qoftë një lokal, kafiteri, qoftë edhe lifti, domethënë, ashensori ose shkallë të vize, vende ku mendon që po t'i ndodh diçka. Domethënë sepse ata ndonjëherë agorafobia ta cekë edhe këtë që është më rëndësi. Shoqërohet me çrregullim panikut. Domethënë rrallë gjendet i vetëm, domethënë si agorafobi. Sidomos në ndjesë që të ndërpres, sidomos në qendra tregtare, e kanë shumë prezente njerëz edhe të hyjnë. Pikërisht, domethënë, aty ku ka turma të njerëzve, aty ku i duhet, domethënë me qenë që mendon se nëse i ndodh diçka e keqe, e ka të vështirë me depërtu deri te kërkimi i ndihmës, ose qoftë deri te kthimi në shtëpi, kjo i shkakton ankth personit, domethënë edhe këto janë vendet, situatat ku duhet me prit. Për shembull, autobusi mund të jetë një vend shumë stresues për personin që ka agorafobi. Avioni, udhëtimi me avion ose aeroplan mund të jetë domethënë gjithashtu stresues, restorani ose pritja diku në radhë, është mjaft stresuese për të, qoftë edhe në radhë me ble bukë ose diçka për atë domethënë mund të jetë shumë stresuese. Ndonjëherë edhe qëndrimi vetë në shtëpi, edhe pse shtëpia është ambienti më i sigurt, po edhe qëndrimi vetëm pa e pas një antar të ngushtë të familjes mund të jetë shumë e vështirë.
ndonjëherë kanë tendencë me u lidh me dikan shumë ngushtë. Rezon shpesh herë me të tallur i them është e vetmja situatë nga fobit kur reat e dun vjerrën shumë. Sepse din të lidhen shumë me vjerrën ose anasjellta as vjerra me renë, për shkak se zakonisht lidhen me një person të cilët ja kuptojnë botën emocionale më shumë, edhe është personi i sigurt, do të thonë përveç ambientit i sigurt, është edhe personi i sigurt që do të thonë duan gjithmonë ta kenë afër. Sepse gjithmonë në kokën e tyre, do të thonë kur dikush zhvillon një fobi, qoftë agorafobia ose tjerat, e ka në kokën një mendim që në momentin kur ata ballafaqohen me situatën kërcënuese, qoftë situatë reale apo imagjinare, e quajmë ne, atëherë mendon që ka më ndodhur diçka e keqe, prej kësaj do të thonë momentit personi që është i sigurt ka më ndërhyjë dhe qoftë e thirrë emergjencën, qoftë ja jap vetë ndihmën e parë, dhe ai ndihet i sigurt me atë person. Kështu që në momentin kur largohet për shembull në persona të cilat lidhen me antarin e ngushtë të familjes ose ndonjëherë mund të jetë një mike, një fëmijë, kur largohet personi i sigurt, ata ndihen shumë domethënë me ankth të lartë për shkak se ndihen domethënë shumë të vetmuar edhe të rrezikuar gjithashtu. Ta bëjmë një ndarje mes agorafobisë dhe fobisë sociale? Sigurisht, tash kur flasim për fobinë sociale është në rastet kur individi ndjen frikë, kur i duhet të bashkëpunoj edhe të tregoj performancë para masës. Për shembull, të flas para publikut, nëse i duhet të hajë të ushqehet para publikut ose të përdor toaletet publike. Domethënë për dallim nga çrregullimi obsesiv kompulsiv që e quajmë kur është pastërtia e tepërt në pyetje. Këtu domethënë në thelb të kësaj, në themel qëndron frika nga poshtrimi. Se mos nëse flas para masës, mos unë po gaboj diçka, mos po them diçka që mund të tallen me mua, mund të flasin diçka që ka shumë të bëjë me kulturën tonë, domethënë kjo është goxha ngor, sepse në vendet kur njerëzit njihen shumë mes vete, sigurisht që ka diskutime më shumë. Edhe për atë, do me thonë, të njihet një kulturë që do me thonë flitet ma shumë për njëri tjetrin, me duke i pas parasysh që ka shumë aspekte pozitive të kulturës tonë, do me thonë, njohja edhe mbështetja që japin njëri tjetrit. Në këtë rast, do me thonë, që kjo frika se mund të flasin për mu, nëse unë e gabaj, e bën individin të blokohet brenda vetës. Qoftë, nëse ai duhet të flas para tjerëve, do me thonë një frikë e tillë sociale, do me thonë shfaqet edhe tek persona, për shembull, ka profesionistë të shkëlqyer që punën e tyre në klinike bëjnë të mahnitshme, por nëse i duhet të dalë në një emision të flas para kamerave, ata janë shumë të mangët, do me thonë pikërisht është kjo performancë, do me thonë që atyre ju mungon, ankthi social, do me thonë ndonjëherë që frika se mos po gaboj, mund të flas diçka dhe mund të qeshën tollen me mua mandej edhe i bën që ndoshta një profesionist që nuk e bën një punë aq të shkëlqyer sa ata, mund të performojnë shumë më mirë në media. I përshëndes në fakt të disa kolegë të cilët kanë nxituar pikërisht për këtë që të jenë në emision, kështu që rastësisht po e ciki. Kam parasysh. Ka dhe profesionistë më të mirë se sa unë që janë këtu, po unë kam thyer këtë fobi më herët. Jo, më vjen mirë për ju, por realisht ka pas shumë kolegë tanë, pra po them që i kam ftuar dhe pikërisht për këtë që po thoni kanë pas një hezitim edhe refuzim, do ta them hapta se nuk është diçka turp, patjetër nuk do të etiketoj emra sepse është individuale secilit dhe nuk kaloj përtej. Kur jemi tek fobit, kemi edhe atë cila quhet specifike. Çka ose siç thuhet në anglisht common phobias. Çka hyn këtu në këtë kategorizim? Specifike është kur një individ e përjeton frikën intenzive specifikisht ndaj një situate, ndaj një objekti ose ndaj një veprimtarie. Për shembull, unë e përmenda më herët që shumë është e përhapur fobia shkollore. Për shembull, kemi një fëmijë që deri në klasën e 4 ka shku me shumë entuziazëm, me shumë kënaqësi në shkollë. Pasi që ka përjetuar një eksperiencë negative, qoftë nga mësuesja, qoftë nga një nxënës aty ose thjesht rrugës duke shku në shkollë ose duke u kthy. I ka ndodhur, domethënë, nga një fëmijë në rrugë ose që qeni ka mund ta sulmoj. Po e lidhe me qenin, s'po e lidhe me njerëzit. Fakti domethënë që kjo ka ndodhur në orar të shkollës. Tek fëmia mund ta lidh, quhet s'po flas me terma shumë psikologjik që për mos më ngarkuar edhe audiencën. Por për shkak se ka ndodhur në orar të shkollës. Kjo domethënë e lidh frikën me shku në shkollë dhe gradualisht fillon me u shndru në frikë intenzive. Edhe tash në momentin kur përmendet shkolla, fëmia domethënë fillon me përjetu çat ankthin e traumës që e ka përjetu kur ka qenë domethënë që e ka përjetu çat eksperiencë, domethënë ngjarje traumatike. Edhe tash lidhet çdo gjë që lidhet me shkollën për atë mund të përjetoj traumë, edhe kthehet në një fobi.
Çka ndodh, domethënë momentin kur i përmendet shkolla, kur i përmendet lapsi, kur i përmendet fletorja, libra, çanta, gjitha këto mund të shkaktojnë ankth. Edhe gjatë gjithë ditës ai mund të jetë shumë i lumtur, në momentin kur është vije orari i shkollës dhe i përmendet shkolla, me u përgatit me shku, tek ai mund të provokohet ankthi. Që vlen besoj që është shumë e rëndësishme u cek. Qysh reagon një fobi, domethënë, cilat janë simptomat që na i njohim në këtë rast, tek fëmijët sidomos, zakonisht fobia dhe ankthi reagon me dhimbje të barkut. Kryesisht, domethënë, ka raste kur edhe përjetojnë temperaturë të lartë që nuk kanë shpjegim, as prindi nuk mund t'i jap shpjegim, ndoshta edhe as mjeku shpesh nuk mund t'i jap shpjegim. Mund të kenë nauze, që është ndjenja për me vjell, mund të kenë edhe të vjellura, mund t'i kapë edhe barkëqitje, të përjetojnë marramendje, ndonjëherë veç nxehtësi ose ndjenjë të etheve, edhe krejt të simptoma ose skuqje në fytyrë ose edhe zverdhje. Krejt të, domethënë, tek fëmijët sidomos dhimbja e barkut është një prej simptomave ose unë them me të qeshur shpeshherë ndoshta kujtonin të kaluamën kur nuk e keni mësuar vjershën, edhe ju ka dhimbë barku kur keni shkuar në shkollë. Dhe kjo ka qenë, ata e mendojnë sikur që është shmangje, por në fakt nuk është shmangje, është qëllimi sepse kanalizohet në dhimbja e barkut për shkak të ankthit që ata e përjetojnë. Dhe nëse bën analizat gjithçka na del në rregull. Po është ankthi i përjetuar, domethënë që grumbullohet, ajo frika e tepruar grumbullohet edhe kështu dhe. Tek të rriturit mund të shfaqet me dhimbje të lukthit. Edhe hipertensioni ndonjëherë mund të ngacmohet nga, domethënë, një frikë intensive e lartë që ata mund ta përjetojnë, mund të përjetojnë djersitje edhe të tjera. Domethënë është specifikisht. Gjarpri është frikë specifike, frika domethënë fobia ndaj gjarprit, frika ndaj errësirës, frika domethënë edhe në lift me u fyt në ashensor, domethënë specifikisht në çdo gjë ekziston një frikë specifike. Çfarëdo që na mund ta emërtojmë, mund të jetë një fobi. Mos themi këtu që ka fobi për disa të çuditshme, frika e kopsave për shembull. Pra kemi specifika për secilën, siç përmendëm në fillim, janë mbi 500 lloje. Kështu që gjithçka ka emërtimin e vet për të mirë, për të qenë më afër, për ta njohur më mirë. Në përgjithshmëri të njerëzit, para se të kaloj tek dallimi mes rriturve dhe fëmijëve, kur jemi tek fobit, por në përgjithshmërinë e njerëzve. Pra, nëse një person ka fobi lartësinë dhe duhet marrë rrugë me aeroplan për të shkuar në një shtet tjetër për të zhvilluar karrierën apo për të një biznes, është më e vështirë për të. Mora një rast high class të biznesit, por realisht ndikon në përgjithshmëri. Përmendet dhe ju shkollën tek fëmijët, pra kemi çalime tek fobit. Nuk është thjesht një fobi individuale, frikë individuale, siç mund të thuhet për disa, dhe të thonë që vetëm në atë moment i ndodh. Ka edhe vështirësitë e veta. Sigurisht, fobia nuk duhet të merret aq e thjeshtë dhe e lehtë, për shkak se nëse nuk trajtohet, fobia e paralizon jetën. Thjesht, për shembull, nëse një fëmijë nuk është dërguar në trajtim, ai mund ta humbë, domethënë mund të bëjë mungesa në shkollë të paarsyeshme dhe mund ta humbë edhe vitin. Një rritur, domethënë, edhe në këtë rast ne kemi pas edhe në trajtim, domethënë, shumë raste të cilat nuk janë tregues të suksesshëm në karrierën e tyre, pikërisht për shkak të këtyre fobive, domethënë, sidomos qoftë agorafobia, qoftë domethënë çrregullimit panikut ose specifikisht fobisë aeroplanit. Nëse ndonjëherë është vetëm aeroplan ka problem me udhëtu. Mund ta udhtoj me autobus, mund të udhtoj me veturë, nuk e ka problem, por është fobia vetëm ndaj aeroplanit. E tash nëse i ka ditët e kufizuara, ai do të duhet patjetër që të udhtoj me avion. Në këtë rast, domethënë, ne sigurisht që i rekomandojmë secilit individ, i cili nëse për 16 ditë ka pas një fobi të zhvilluar, domethënë që karakterizohet me frikë intensive, dhe kjo po ja paralizon funksionimin e tij në jetën normale, nuk po mundet me zhvillu qoftë edhe jetën praktike ose edhe karrierën, atëherë i rekomandojmë që të kërkojnë ndihmë profesionale, qoftë te psikologu, qoftë edhe te psikiatri. Tash, nëse dalim te pika, çysh mundet me u trajtu? Ndonjëherë, domethënë, duke parë video të ndryshme, shpeshherë, domethënë, nëpër YouTube, se tash rrjetet sociale kanë bërë të vetën, qoftë në aspekte negativ, qoftë pozitiv, shpeshherë ja mësojnë edhe vetë të ekspozohen. Ne e quajmë terapia më e njohur është terapia kognitiv-behaviorale, që është metoda e desensibilizimit sistematik, ku individi, domethënë, e këshillojnë fillimisht, domethënë, me imagjinu veten, tasom duke udhëtuar me avion. Mandej duke parë video. Tash janë mundësia e syzave 3D, për shembull, me pa dhe duke e ndje veten aty, e cila mund të provokojë një ankth tek individi.
edhe duke shku, dhe më thonë, njërë graduale, deri tek situata më angthpërurse, me hyp në aeroplan, do është duke qenë aeroplani dhe më thonë në tokë, pa fluturu fare, dhe më thonë, deri mandej me bën një udhtim të shkurtër në destinacionin më të shkurtër, me ndihmën e dikujt, më thonë që në rastet, në vendet ku ka specializime, po mendoj buxheti është më i mirë, paguhet edhe psikologu me shoqëruar në udhëtimin e parë, psikoterapisti, do të thonë që nuk i kemi këto mundësi, do të thonë vetëm e këshillojmë që me marr një antar të ngushtë familjes, për shembull që ai është ndihet më i sigurt, edhe me udhëtu me atë. Mirë, kjo është ekspozime. Kjo është terapia e ekspozimit, do të thonë që mandej duke mirë, po sa më shpesh që ai udhton e ka mundësinë që me ul niveli i ankthit, sigurisht që nëse ai person këtë fobi e ka krijuar në bazë të një përvoje traumatike, atëherë duhet të merret edhe të trajtohet edhe përvoja traumatike. Do më thonë, ka terapi të ndryshme psikologjike, dhe një lloj tjetër është emdiria, për shembull, është terapia grupore, ku mbledhen një grup të cilët kanë fobinë e njëjtë, fobinë nga aeroplane, dhe kjo ndihmon shumë që gjithë anëtarët e grupit flasin për fobinë që kanë, frikrat, do më thonë, mendimet e paarsyeshme, qysh e kanë te i kaluar, ndihmojnë njëri tjetrin dhe kjo bëhet mirë. Megjithëse terapia grupore, them të drejtën, tek ne, po flas për përvojës time, nuk kam arrit asnjëherë me bë grupe për shkak se është stigma shumë e fuqishme, i bën 2 vjet tek 3, tek 4 të ngjetë sepse kanë shumë frikë me pa, do të thonë dikush tjetër që është arte psikologu. Terapi individuale, kështu, do të thonë një dalë. Ka raste, do të thonë, kur mund të përdoret edhe terapia medikamentoze, për cilën, do të thonë, ata duhet kërkojnë ndihmë te psikiatri, anë të qetësuesve qoftë, do të thonë, për një kohë të caktuar me trajtim, qoftë, do të thonë, vetëm gjatë udhëtimit me aeroplan, mund të përdorin medikamente dhe kështu besojmë që te i kalon. Tu pastaj hyn edhe debati mes psikologësh, ne jeni pro apo kundër medikamenteve, po është temë tjetër ajo. Sigurisht, ne psikologët kemi zgjedhur t'ju ndihmojmë me fjalë, muhabet thojnë plakat, megjithatë, do të thonë e shohim që ndonjëherë është mirë që të ndihmohet edhe medikamente, se kur është niveli i lartë i ankthit, e shohim që është problem edhe psikoterapia të funksionojë e vetme, do të thonë se shkon pak më ngadalë deri në trajtimin e rastit. Përmendet simptomat e një fëmije dhe një të rrituri kur e mendon apo dhe hyn në ujërat të fobisë. Mund të zhvillohet një fobi edhe sa je i rritur, pra jo prej fëmirisë, por krijohet fobi duke qenë moshë madhore. Sigurisht, do të thonë agorafobia do bile shumicën e rasteve, do të thonë mund të shfaqet nga adoleshenca ose shpesh në moshën 25-35 vjeçe. Ka fobi që ndoshta deri në 40 vjeç, 50, do të thonë keni funksionë mirë, por në atë moshë me përjetu një ngjarje traumatike ose thjesht, do të thonë atë kohë me u shfaq ose me u boj vetëdijshëm se e keni një fobi të caktuar. Për shembull, dhëm personalisht si fëmijën jam rritur në fshat edhe e di që nuk kam pas frikë për gjerpreve, ko gjë kam hec aty, në tash e shoh që edhe në akvarium nëse isha e kam një lloj frike. Megjithatë nuk mund ta quaj shumë fobi, por prapse me kalimin e kohës mund të ndryshojë njeriu dhe mund të krijojë fobi ose mund ta trajtojë fobin. Domethënë e lomi atë që si ki fobi. E lomi atë. Kur jemi tek tek fobit, përmendëm ankthin, por çfarë çrregullime sjell në fakt kur ke një fobi të caktuar, pa specifikuar asnjë. Sigurisht, fobit nëse nuk trajtohen, kanë tendencë, domethënë, që të zhvillohet çrregullimi i ankthit të generalizuar, mund të ndikojë që të zhvillohen depresion, domethënë sepse individi mas një kohë lodhet, domethënë me paaftësinë për ta menaxhuar gjendjen emocionale të tij, qoftë në situatat të jetës, qoftë situatat e punës. Mund të zhvilloj çrregullimin obsesiv kompulsiv, që është i shpeshtë, domethënë që shoqërohet me të, çrregullimi i panikut, domethënë te agorafobia është shumë i shpeshtë. Vilës në klinikë është problem me pa cila ka qenë inicuese, nëse çrregullimi i panikut ka inicuar apo agorafobia ka qenë e para. Domethënë këto janë në përgjithësi çrregullimet e gjumit janë të shpeshta që mund zhvillohen, edhe ankesat fizike për shkak se çdo emocion e dim që vendbanim e ka organizmin ton, dhe pikërisht domethënë këto ankesat të cilat qoftë tërhorat e zemrës përshpejtojnë në momentin kur ballafaqohet me ngacmuesin, stresuesin ose në këtë rast, qoftë dhimbja e barkut, qoftë një nauze, qoftë një barkëqitje, domethënë shpesh këto nëse me ngacmuesin ose me qoftë fizik, qoftë imagjinar kur individi ngacmues shpesh, din të kthehen domethënë në probleme somatike. Madje nëse vedia ta harron, trupi s'ta harron asnjëherë. Asnjëherë, është një alarm, domethënë që mas veshit rrin gjithmonë edhe i ndezur. Tek fobit ndonjëherë tek disa persona si shoqëri, pra po kthehem në shoqërinë kosovare.
nuk ndihen rehat, nëse kam frikë, kam paras edhe nga afër që janë ngritë zgupthi prej karrikës për shkak të frikës dhe fobisë. Pra nuk ka qenë diçka e papërgatitur që kam pa diçka dhe po reagoj, por ka qenë realisht fobi. Edhe kur e thu me Zot Nalt, din të krijohet shpesh një humor edhe tironizohet, nuk po përdor shprehjen bullizim sepse është prezente, por po flas edhe tek të rriturit, e le të jetë mësim edhe për prindrit tek fëmijët e tyre. Pse është shumë e vështirë, nuk po them me empatizu, por të paktën me unali dhe me kuptu tjetrin që realisht more ka frikë për diçka, është fobi tek diçka. Pse marrim si të mirë qenë? Për shkak që nuk e përjetojmë vetë? Është interesante. Shumë e kanë vështirë me kuptu. Për shembull, frika nga marimonga është shumë e shpeshtë. Piles është një lloj marimongës, ndoshta nuk ja di emrin mirë shqip, ato me këmbë të gjata që dalin verës, domethënë edhe shumë janë të shpeshta nëpër shtëpi. Që e kam vrejtë që shumë kanë fobi prej atyre, sidomos tek femrat. Edhe shpesh herë, domethënë, unë kom qenë edhe vetë prezente në ndeja ose dikun, kur dikush ka pas frikë, qoftë prej miut, qoftë diçka, kanë marrë një lodër, domethënë që e kanë provokuar individin thjesht me ja largu frikën. Në fakt është domethënë tepër trishtuese. Domethënë individi që ka fobi mund të shkojë deri në alivani në momentin kur na e quajmë edhe ekziston edhe terapia, metoda e përmbysjes që quhet ose vërshim, kur ne direkt e përballim individin, klientin me stimulin e gjallë. Për shembull, nëse ka frikë prej qenit, direkt domethënë e ekspozojmë ndaj qenit. Por prapë na I kemi metoda duke fol, duke bashkëbisedu, duke I përdor teknikat e onkthit edhe e përgatisim psiqikisht që kemi u ekspozu para qenit. Ndërsa kur ti direkt ja hudh për shembull një trup me çorape sikur mi, për shembull, nëse ka frikë prej miut, është tepër trishtuese. Edhe shumë herë nuk e kuptojnë rëndësinë se sa shumë individi brenda vetes e përjeton çat frikë të tmerrshme brenda vetes. Këshilla ime është, domethënë, nëse në grupin e juve, qoftë familjar, qoftë shoqëror, keni dikën që ka fobi, kuptojeni. Kuptojeni se me të vërtet edhe një I rritur mund sillet sikur fëmia. Edhe një I rritur mund sillet sikur fëmia. Edhe një I rritur ka nevojë që me majt përdore, jo vetëm fëmin, kur kanë fobi. Aq shumë domethënë përjetohet një lloj trishtimi brenda atij organizmit, brenda vetes. Sepse është një alarm I ndezur, domethënë tash mund të jetë rrezik I perceptuar ose real. Kështu që ata kanë nevojë për ndihmë, kanë nevojë me I kuptu. Edhe kanë nevojë me bashkëbisedu me ta me anë të bindjes për me largu frikën. Kur e largojnë frikën, vjen një ditë që ata kanë me qesh me veten, por në momentin kur ata e kanë fobin, asgjë nuk është e arsyeshme. Dhe prapë kthehemi në fillim të pyetjes, pse nuk kuptojmë? Ndonjëherë është them prapë kulturore, sepse ne gjithmonë e kemi dëshiru edhe e kemi mbjellë që ne duhet jemi të fortë. Edhe nuk ka vend të na dobësia, domethënë ndonjëherë frika ose fobia konsiderohet si lloj dobësie, edhe mendoj që nuk kemi pas shumë njohuri për shëndetin mendor. Kjo është e gjithë arsyeja. Unë mendoj që shëndeti mendor, jo që mendoj, por kjo është në fakt se ne shëndeti mendor është zhvillu krejt mas luftës të 25 vjeçarin e fundit, andaj është shumë herët me besu që na jemi të I kuptu sa duhet. Tani janë domethënë disa emërtime, disa emocione pak që na kemi ditë nervozën, po të frika s'ka pas shumë vend të na, domethënë kemi kontrima, e kemi ditë gëzimin, e kemi ditë kënaqësinë, po nuk kemi ditë shumë për emocione tjera që është dashur, edhe nëse friksu dikush është s'duhet me qenë frikacak, nuk duhet me u bë tuc. Domethënë gjithmonë është flitë që ndjenjat e frikës, ndjenjat negative duhet me u mbajtë të ndrydhura brenda. Kështu që mendoj që ka efekt faktori kulturor, ndoshta edhe për shkak që na kemi qenë në pushtim, edhe gjithmonë është dashur me lujtë rolin e të fortit, edhe ndonjëherë është dashur me qenë të fortë. Jemi pak edhe kokë fort. Ajo është pjesë e jona, por ndonjëherë ka qenë edhe e mirë që kjo na ka bërë edhe me qenë ndoshta të suksesshëm, rrethonat të cilat ne kemi jetu, besoj që ndoshta në kontekst rrethanor dhe kohor ka qenë një cilësi e mirë, po besoj që tash ka ardhur koha kur ne mund ta kuptojmë shumë më mirë njëri tjetrin dhe ta kuptojmë shëndetin mendor. Më duket që abuzojmë pak me këtë kokëforcinë kur vjen puna tek vetja jon. Në rrafsh me të tjerët, siç përmendë shumë mirë, por me veten pastaj kalon në abuzim. Kështu, në trajtimet të fobisë, por para se të kalojmë tek trajtimet e fobisë, në shoqëri, pra kur flasim për fobit dhe mënyrën se si mund të perceptohet dhe të kuptohet një fobi e caktuar.
Ne si njerëz dim të jemi edhe ngushëllues. Pra të kapim për dorë, të rrejmë krah që mirë është, kalon, qetësohet, të jesh bashkë prezent me personin në raste të caktuara. Prap po tek fobit po ndalem. Në emisionet që përcjellen, prap po kthehem tek fillesa. Dikush që mund ta sheh këtë emision për fobi, po ndalem si shembull emisionin ku jemi. E shohin në emisionin për shkak se e kam një fobi të caktuar dhe po më intereson me ditë se çka po flitet dhe mos po sillet tema rreth një fobie që unë e kam, apo për shkak për qenë ajo e rreth një shpatullës edhe për qëndru afër dikujt. Të cila pjesë kategorizohemi më shumë? Për te asaj instinktives që nëse e ke në interes, ke me e pa. Po pjesa e dytë qëndron tek ne shumë, apo është për keqardhje, ndoshta të lëm për më dëshiru? Dëgja, në fakt bëjmë pjesët e të dyat, sepse është e pamundur pa pas njeri që të paktën nuk e ka një fobi, është e pamundur nëse eksplorojmë, por shpeshherë nuk jo çdo herë e kemi prezant. Për shembull, nëse jeton në qytet, dhe ki fobi prej gjarprit, nuk është që të bjen me të aktivizu alarme për ndaj gjarprit, sepse rol mund të hasësh me të. Por me qenë të dacak, ke mundësi shumë, do më thonë, nëse ke fobi prej qenëve, atëherë me qenë të dacak, mundësia me u taku është shumë e shpesht, edhe e madhe. Sa i përket asaj, do më thonë që nëse je prej grupit që të arrosh shpinën apo ju, dim me qenë prej aty në ekspertve, do më thonë që në të njëherë unë them që edhe në formë të gabuar, në shoqërinë tonë, do më thonë shpeshherë luhet rol, i ndihmës në formë të gabuar. Biles në të njëherë, masa e gjerë, shoh popullata, më shumë marrin këshilla prej të afërmëve, se sa që marrin këshill për një profesionisti, sepse ndoshta edhe është vështirësia, qoftë të profesionisti, për shembull, të psikologu duhet termin, qoftë nëse duhet udhëzim, qoftë, do më thonë nëse është privat, do më thonë duhet pagesa dhe krejto e vështirësoj një çështje, qoftë stigma krejto, por shumë e lehtë me marrë një këshillim edhe një mbështetje prej dikujt, do më thonë që ndonjëherë nëse nuk kërkohet ndihmë profesionale, ajo rrahmja e shpinës e shtreson më shumë probleme se sa që e ndihmon. Ajo do të jetë krohas trajtimit profesional. Pikërisht tek pika kyçe që desha me të pyet. Kur është koha e duhur me ardh, me u trajtu në aspekt nga një profesionist për fobi të ndryshme? Nëse fobia ka zgjatë më shumë se 6 muaj, edhe ju po përjetoni një frikë intenzive që po e paralizon jetën e juve. Nuk po arrini që t'i kryeni aktivitetet tuaja ditore ose qoftë profesionale. Po ju pengon, do më thonë, nëse ju keni me një punim, për shembull një student, i cili ka me prezantu një prezantim para grupit studentor, për shkak të ankthit që e ka, nuk arrin ta bëj këtë, është koha e duhur me kërku ndihmë. Sa një herë, 2 herë e provon, do më thonë duhet ta provoj këtë vetë t'ja dal. Ose ndoshta edhe konsult me shokun edhe shoqen. Nëse këtë se ka bë, se ka arrit dhe ka zgjatë 6 muaj kjo gjendje, atëherë është koha e duhur që të kërkoj ndihmë profesionale. Për ta relaksu krejt në fund, jemi kokfort edhe për të kërkuar ndihmë edhe për të ardhur dhe me u ballafaqu me fobit? Ndoshta ndonjëherë s'po them kokfort, po është punë që e mohojmë. E mohojmë, domethënë shpeshherë e mohojmë që ne kemi një problem, dhe po them prap, unë po nisem prej asaj që duke pas parasysh që në perëndim shërbimet psikologjike ekzistojnë me vite, dekada dhe shekuj dhe prap ekziston një stigmë, ne jemi shërbim i ri në Kosovë, unë mendoj që për 25 vite është bërë dukshëm në thyerjen e stigmës. Andaj prap është një shpresë që në krahasim se ku jemi, unë mendoj që prap stigma është më të madhe edhe nuk jemi kokfort. Mendoj që vetëm do të jemi edhe më shumë këmbëngulës në kërkimin e ndihmës. Shumë shkurt, më duhet edhe një përgjigje për jush, jashtë temës. Po ka profesionist, po them, apo nuk... Ma mirë po e quaj kategorizimet profesionistëve të psikologëve në vendin tonë. Pra, një psikolog për gjitha temat, po mungon kjo dukuria që një psikolog tjetë më i mirë në një temë të caktume, mënyrë që njerëz mos të hallakaten në vajtjet e psikologu, pra kolegu të ndihmoj dhe profesionisti nga profesionistët të dalloj për tema të caktuara. Të them të drejtën, shpeshherë në takime me kolegë kemi diskutuar këtë gjë, sepse profilizimi na bën shumë mirë në zgjidhjen e problemeve. Tash, në fakt, na mungon edhe oda e psikologëve, që kjo është një mangësi që na i kemi. Sigurisht që nëse ish bë
oda, do të bëheshin edhe kërkesa për specializime në një fushë të caktuar. Për shembull, ne kemi pas përvojën kur kemi gjatë specializimit për psikoterapinë që kom kry, kemi pas profesor që na ka folë vetëm për onktën dhe kur i kemi vënë një pyetje për depresion, ka thënë nuk di. Po ka qenë alamet, doktor shkencë, edhe për neve si shqiptar ka qenë pak e çuditshme, më na thonë, ka prej New Yorkut, dhe më na thonë neve nuk e di. Po ka qenë kjo një mesazh tepër i rëndësishëm. Te ne gjithë do ta lëm gjithë lugën në çdo aspekt. Kur ti shpërndahesh me një gjitha fushat, rreti sa më shumë se zerohet, brendësia mbetet e zbrazët. Për shkak mendoj që është tepër e rëndësishme që të kemi profilizime, edhe besoj që një specialist jetë vetëm fobit i trajtoj, kish me qenë shumë e mirë, po tani të ndohen fobit vetëm tek fëmijët, fobit vetëm të rriturit, ndoshta fobit tek gratë, vetëm tek burrat, që dallon edhe aspekti gjinor. Kish me kanë shumë rëndësi që të ketë, për shembull, një specialist të merrej vetëm me trajtimin e depresionit, pastaj prapë të kishim ndohur që specialist të ketë vetëm depresionit tek fëmijët ose vetëm tek të rriturit. Këto besoj që kishin me frym shumë atë, po më nej ma frytdhënëse. Besoj që po. Çdo gjë e re kanë mendoj që është një havi mirë. Gjithmonë çdo fillim ka sa ma shumë gjithë përfshirje ose sa ma shumë njerëz, edhe pastaj me kalimin e kohës fillojnë edhe binë secili në brast, në vendin e vet. Po uroj të mos jetë shumë larg në kohë. Pra personalisht mendoj që për shumë kohë shumë të shkurtë, fusha jonë, psikologjia, çfarëdo lloj tjetër degëzimi që vjen pasaj, ka arrit bajage mirë në vend, edhe në praktikën e përditshme, fal juve që e bëni punën përdit. Po këto pozicionime, klasifikime, pastaj ka një farloj ngecje nga një perspektive jashtme, me që nuk punoj si psikologi klinike, po e kam luksin me bo koment. Gjithsesi, ju uroj punë të mbarë, sepse realisht ju jeni ata ushtarët e mendjes e qujon në terren të hapur. Kështu që me ur kapelen edhe më falenderu për sa kohë që ju kemi edhe jep një kontributin e juj për dit atje jashtë në terren me njerëzit dhe me realitetin kosovar. Faleminderit shumë atë, shpresojmë që t'jemi dobishëm kudo që jemi, ne dhe ju bëni punën e juve në media, duke tregu për punën tonë, kështu që ne mundohemi atje bashkë, në mënyrë individuale që kontribuojmë dhe t'ju ndihmojmë njerëzve. Ju urojmë shëndet dhe punë të mbarë, deri pas kaq shumë aq sa është e shkruar për secilin. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi për të folur për këtë temë. Uroj të mos jetë hera e parë dhe e fundit për ne këtu. Ne do të kemi kismet mundësi që të flasim edhe për tema më gjëra se sa kaq, po jo për të treguar gjithologe, po për të pas tema më konkrete. Shumë nderë dhe kënaqësi. Faleminderit. Me të mira. Të dashur shikues, kaq kishim nga 2-2, siç tha dhe psikologja. Në rast që keni kalu më tepër se 6 muaj me një fobi të caktuar, shkoni trokitni nder tek psikologu se ma besoni që nuk është marrë. Sa më herët, aq më mirë. Kur të bëhet vonë, ja dyfishoni pastaj edhe punën psikologut, edhe kohën, edhe xhepin e juaj, sepse për atë nuk shkoni që nga fillimi. Nga 2-2 stafi dhe nga unë, natën vazhdoni që ndroni me TV1.